أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمت إتاكوين الله عز وجل صلوات البيغمبر عليه الصلاة والسلام تندروار أجروس يمنا أمر أراضست الله عز وجل أمر الرؤوف që do thot në gjuhën shqipe i dhemshuri. Allahu Azza wa Jall kemi thënë që ka emra të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Një ndër emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall është edhe emri i Allahut Ar-Rauf, i dhemshuri. Mëshira dhe dhemshmëria e tij ndaj krijesave është gjithherë e pranishme. Emri Ar-Rauf është cekur 10 herë gjithsej në Kur'anin famlar. Ku në 8 raste është cekur së bashku me emrin e Allahut Ar-Rahim, pra inna Allaha bin-nasi la raufur rahim. Për shembull në ajetin 143 të surës Al-Baqara, tha Allahu Azza wa Jall: "Wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, inna Allaha bin-nasi la raufur rahim." Dini se Allahu nuk ka humb besimin tuaj, namazin që e keni falur nga kutsi apo ka kutsi. Me të vërtetë Allahu është Rauf, i dhemshëm dhe i mëshirshëm me njerëzit. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall në surën Tauba: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Padyshim Allahu pranoi pendimin e të dërguarit të muhaxhirëve dhe ansarëve, të cilët shkuan pas atij në çastin e vështirë, pasi zemrat e disa prej tyre gati u lëkundëm për një fije qenë afër shmangjes nga detyja. Pastaj Allahu pranoi pendimin e tyre. Me të vërtet Allahu është i butë dhe është i mëshirshëm subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall në surën Tauba ajetin 128: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim." Tashmë ju ka ardhur një i dërguar i Allahut nga gjiri juaj, ati vjen rënd për vuajtjet tuaja, ai ua dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ai të shkoni rrugës së drejtë dhe është shumë i butë e i mëshirshëm me besimtarët. Tha Allahu në surën Nahl ajeti 7: "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi al-anfus inna rabbakum la raufur rahim." Ata mbajnë barët tuaja deri në vende të largta, të të cilat ju do të arrini me mundin e madh. Me të vërtetë Zoti juaj është shumë i butë dhe është mëshirë plot. Është sekur edhe vetëm pa ndonjë emër tjetër, si në ajetin kuranor të surës Ali Imran, ku Allahu Azza wa Jall tha: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Atë çdo njeri do të gjej pranë vetes veprat e mira që ka bërë, ndërsa për të këqijat që ka bërë do të dëshirojë që në mes tij dhe tyre të jetë largësi shumë e madhe. Allahu ju palajmëron me dënimin që vjen prej tij. Allahu është shumë i mëshirshëm ndaj robëve të tij subhanahu wa ta'ala. Kuptimi gjuhësor i emrit Ar-Rauf. Fjala Ar-Rauf rrjedh prej fjalës Ar-Rafa, që thuhet Ar-Rafatu, do thot që ka mëshirë të madhe. Dhe në aspektin terminologjik, se i përket latëmërdisë së Allahut Azza wa Jall, Ar-Rauf, thot Imam Tabariu për fjalën e Zotit: "Inna Allaha bin-nasi la raufur rahim." Me të vërtetë Allahu është i butë, është i dhimshëm dhe i mëshirshëm me njerëzit. Thot Imam Tabariu, Allahu ndaj të gjitha krijesave është i dhimshëm subhanahu wa ta'ala, dhe kjo nuk kupton që Allahu ka mëshirë të përgjithshme për të gjitha krijesat në këtë dunjë, ndërsa në botën tjetër, në ahiret, ka mëshirë vetëm ndaj atyre që e kanë dëgjuar Allahun Azza wa Jall dhe kanë ecur sipas argumenteve të Zotit xhallahu ala. Thot Ibn Atiyya rahimahullah, Ar-Rafatu është shkalla më e lartë e mëshirës, që do thot Allahu është i dhemshëm, dhe mëshmëria e tij dhe mëshira e tij ndaj krijesave është gjithherë e pranishme. Andaj mëshira e Allahut Azza wa Jall është mëshirë që nuk krahasohet me asnjë mëshirë tjetër. Për atë arsye, besimtari i mbështetet Allahut Azza wa Jall, shpreson në butësinë e Zotit xhallahu ala, jeton me shpresë se një ditë ka me fitu butësinë e Allahut Azza wa Jall. Allahu është i dhimshëm, Allahu është i butë me neve kur ne gabojmë.
ai nuk na shpejton dënimin, ai na mshet tëmetat, na i fal mëkatet. Nga dëmshmëria e Allahut ndaj robët e tij është që Allahu i ka udhëzuar dhe i ka drejtuar ata. E ka zbritur Kur'anin dhe u ka dërguar pejgamber për t'ua mësuar atyre dhe lehtësuar kuptimin e fesë Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall, nga dëmshmëria e tij është që ja ka bërë Allahu njerëzve fenë e lehtë, përshtatshme për çdo kohë dhe çdo vend, fe që nuk i ngarkon njerëzit më shumë se sa mund të bartin ata. Fattaqullaha mastata'tum. Tutuni Allahu sa të keni mundësi, tha Zoti, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allahu ka garantuar që nuk e ngarkon askën për të mundësive. Nga dëmshmëria e Allahut Azza wa Jall për ta vërtetuar emrin e tij Ar-Rauf ndaj robëve të tij është që Allahu u haruan atyre punët e mira që i kanë bërë. Nuk u humb ato, sa do të qofshin ato punë të vogla, do thot u haruan, madje u ashun fishon dhe ish problem për to. Nga dëmshmëria e Allahut Azza wa Jall Ar-Rauf ndaj robëve të tij është që t'u pranoj atyre pendimin, kërkimin e faljes, sado që ata gabojnë dhe çfarë do gabimi të bëjnë, kur do që kthehen Allahu i pranon me pendimin dhe i fal, kuptohet në kohën kur pranohet pendimi. Për atë arsye, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj robëve të mi që kanë tepruar me mëkate, mos i humbin shpresat e mëshirën e Allahut Azza wa Jall, nga se inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allahu i fal gjitha gjunahet. Nga dëmshmëria e Allahut ndaj robëve të tij është që për njerëzimin ka krijuar çdo gjë. Tërë këtë planet e ka krijuar për ta dhe e ka vendosur në shërbimin e tyre. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Allahu Azza wa Jall tha, na ja paraqitëm pushtetin, pra kodrave, tokës, qejve, të gjithë refuzuan, e more atë përsipër njeriu. Nga dëmshmëria e Allahut Azza wa Jall ndaj robëve të tij është që edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka bërë pejgamberin e tij të mëshirshëm dhe e ka bërë të butë ndaj muslimanëve, siç e ka thënë këtë vet Allahu Azza wa Jall bil mu'minina raufur rahim. Dhe ai Muhamedi alayhi salam është i butë dhe i mëshirshëm me besimtarët, me robërit e Allahut Azza wa Jall. Nga rahmeti dhe mëshira e tij është se Allahu Azza wa Jall nuk i prish veprat e robëve të tij, nëse ata janë të sinqert kur të takojnë Allahun ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall do t'u amundsoj atyre që çdo kush ta sheh veprën e vet se çfarë ka vepruar sa ka qenë në dunjë. Dhe kjo është për dhimbshmërisë së Allahut Azza wa Jall. Pra i dhimbshmërisë së Zotit Xhella Wala, ose Allahu Azza wa Jall ja ka bërë të mundur muslimanit që me kuptu se e ka një Zot të butë dhe sa herë që dëshiron me ju kthy Allahut Azza wa Jall, Zoti Xhella Wala e mirëpret rikthimin e tij, bile ai gëzohet për pendimin e robit vet. Për mëshirës së Allahut Azza wa Jall është se Allahu Azza wa Jall ka thënë për robët e tij sinqert, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah, Allahu raufun bil ibad. Ka për njerëzve, për muslimanëve që ja shesin shpirtin e tyre Allahut Azza wa Jall, duke sinuar kënaqësinë dhe razinë e Zotit Xhella Wala. Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me robërit e tij subhanahu wa taala, nga se i fal ata, i mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Andaj Zoti Xhella Wala është ai i cili pra është i butë me robët e tij, ndërsa është i tmerrshëm me ata të cilët thurin kurthe, me ata të cilët bojnë keq. Allahu Azza wa Jall tha, afa min alladhina makaru sayyi'ati yakhsibu Allahu bihim al-ard aw yatihum al-'adhabu min haythu la yash'urun. A kanë menduar ata që bojnë kurthe dhe bojnë keq, që Allahu nuk do t'i shafit në tokë, ose nuk do t'i vjen ndonjë dënim nga Allahu pa e ndëgju atë dënim ata. Aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhuhum ala takhawuf inna rabbakum la'ufur rahim. Ose i merr ata duke qenë fjetur të shtrirë gjatë tasmajtas dhe nuk do ta ndjejnë këtë, ose i merr ata duke qenë në gjendje frike. Mirë po megjithatë, Zoti juaj është i butë dhe është i mëshirshëm, Allahu subhanahu wa taala, i cili ka dëmshmëri prej robërit të tij. Prej dëmshmërisë së Allahut Azza wa Jall, ose Zoti Xhella Wala e ka ndërtuar qiellin dhe mban ata që të mos bjerë në tokë. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall tha, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi idhnihi inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim. Sura Hajj ayati 65. A nuk po e shihni se Allahu Azza wa Jall ka nështruar çdo gjë që është në tokë dhe në deti, edhe deti ecë sipas orbitës dhe sipas asaj që ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Allahu mban qiellin që mos bjerë në tokë dhe normalisht Allahu është me njerëzit i butë dhe i mëshirshëm subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaykum rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Po mos ishte
rahmeti dhe mëshira e Allahut azza wa jall ndaj jush. Andaj dini se Allahu është Rauf, është i butë, i dhëmshëm dhe është Rahim. Prej dhëmshmërisë e Allahut azza wa jall, ose Allahu ka zbrit argumente për robët e tij. Tha Zoti xhalla wala: "Walladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur inna Allaha bikum Raufur Rahim." Allahu është ai i cili zbret argumente për robët e tij që t'i nxjerr ata nga errësira në dritë. Allahu azza wa jalla është i butë dhe i mëshirshëm me robët e tij subhanahu wa ta'ala, për shkak se butësia e tij shfaqet dhe vrehet kur Allahu azza wa jall zbrit argumente për robërit e tij subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu azza wa jall ka thënë për veten e tij që është i butë, është i dhëmshëm për robët e tij. Dhe kur Allahu flet për veten e tij në këtë formë, atëherë si ka mundsi njeriu të mos mallëngjehet me takimin me Allahun azza wa jall? Si ka mundsi agjëruesi të mos shpresojë në mëshirën e atij që është Ar-Rauf, wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa, Allahu raufun bil ibad. Tha Zoti xhelalu ala, Allahu atreg vërejtjen për vetvetet tuaja. Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me robërit e tij subhanahu wa ta'ala. Andaj Zoti xhelalu ala është ai i cili i zbret robët e tij libra që ata ta kuptojnë atë çfarë dëshiron Zoti xhelalu ala për tyre. Gjithashtu prej dhimbshmërisë së Allahut dhe butësisë së tij ndaj robëve të tij, Allahu i përgjigjet duas se vlijave të tij. Tha Zoti xhelalu ala: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dhe ata që erdhën pas neve, pas tyre, than: "O Zot, fali vëllezërit tanë, të cilët kanë kaluar nga kjo dunja me iman, mos fut në zemrat tona urrëtie dhe dyshim ndaj atyre që kanë besu. O Allah, ti je Rauf, je i butë, i mëshirshëm dhe je i mëshirshëm subhanahu wa ta'ala." Andaj Allahu azza wa jall i përgjigjet duave të robëve të tij dhe kjo është prej dhëmshmërisë dhe prej butësisë së tij subhanahu wa ta'ala. Andaj muslimani është ai i cili i mbështetet atij që është i butë, i mbështetet atij që është i dhimbshëm, kërkon falje prej atij që është i butë dhe është i dhimbshëm me robërit e tij. Elusme Allahun azza wa jall që Allahu të na përfshi në rahmetin dhe mëshirën e tij. Elusme Allahun që Allahu të na falë gjunaat në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Elusme Allahun azza wa jall që na pranoj dhe ibadetet në krye me namazin dhe me agjërimin. Pra sot jemi në iftarin e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit. Kaluan 10 ditë e para të këtij muaji. Nesër startojmë në 10 ditën e mesëm, ku mbetemi në shpresë që këto 10 ditë që kanë kaluar, Allahu të na pranoj, ndërsa ditët që na kanë mbetur, Allahu të na forcojë dhe të na mundsoj që ti agjërojmë formën dhe mënyrën më të mjetëmundshme. Dhe në takimin e ardhshëm, të nderuar agjëruese, ju lënëm kujdesin e Allahut azza wa jall. Walhamdulillahi rabbil alamin.